Zoti Hysni Ismaili. Институтот за културно и духовно наследство на албанците во Скопје ја организира научната конференција, семинарот на албанологија со темата Сликата за другиот во балканската култура со учество на научници од балканските држави. Конференцијата се одржува со поддршка на Министерството за култура на Република Северна Македонија. На филим дуа që të falenderoj Këshillin organizativ të këtij seminari të balkanologjisë në përbërje Dr. Skender Hasani, Sefer Tahiri, Dr. Izaim Murtezani, Dr. Zeqiria Ibrahimi, Dr. Serdail Demiri, Magjistër Nora Maliqi Zylali dhe Magjistër Isamet Bakiu. Në fillim, fjalën përshëndetse do ta ketë Niko Qiri i Duke besuar se të gjithë ju keni për të thënë shumë më tepër në këto 2 ditë, unë ju faleminderoj të gjithëve që sot jeni këtu. E faleminderoj Ministrinë e Kulturës për mbështetjen e seminarit, i faleminderoj studiuesit që ju përgjigjen ftesës sonë, e faleminderoj kryeministrit, ministrat dhe miq të tjerë që sot janë me ne, ndërsa seminarit i dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Dëshiroj që me këtë rast ta faleminderoj edhe udhëhesin e konferencës së balkanologjisë, që si pjesën e dytë, dhe sidomos udhëhesin e saj, Dr. Sefer Tahirin, po ashtu du ta shfrytëzoj këtë rast që kjo konferencë nuk do të ishte e mundur edhe pa angazhimin maksimal të Nora Maliqit, e cila në prapasken ka punuar që kjo konferencë të jetë e suksesshme. Ju falenderoj. Një farë ideje të përgjithshme se për çfarë lloj vëllimit shkencor është fjala, mund t'ju them se në pjesën e tërësisë. Për fund, seminarit ju uroj punë të mbarë, studiuesve ju dëshiroj prezantime të suksesshme, ndërsa organizatorit edhe shumë seminare e aktivitete tjera shkencore. Ju falenderoj për vëllëra. Do të thosha se në këndvështrimin tim, ky seminar synon të fokusoje pikërisht kërthizën e Ballkanit, atë që profesor Venko Andonovski e quan papokot në svetot. Dhe unë jam i lumtur që kjo kërthiz mund të jetë shkupi, mund të jetë jo modeste, por ne nuk duhet të tërprohemi të themi se nga kryeqendrat ballkanike, ndoshta shkupi është më meritor për këtë epitet. Ky seminar, po ashtu, mund të lexohet edhe si episodi shkencor i kurbanit ballkanik të profesor Starovës, që ndonë se atje përfundon në një ëndër ku mund të rilindë si një realitet. Zoti Hysni Ismaili. Vetëm mjafton të përmendim faktin se derisa vitin e kaluar, edicioni i parë u organizua në një sallë të marrë me qira nga instituti për nevojat e kësaj konferencë. Sot po vim këtu në sallën e cila mban emrin dhe po mban emrin e një personalitet të shquar, një figure të shquar, një burshtetës i të madh, po mban emrin e ish presidentit amerikan Woodrow Wilson, që është mik i shqiptarëve, mik i Ballkanit dhe popujve të tjerë të shtypur. Kolegi, može? Ne smem na nego. Se ekziston një kënd të cilën gjithë popullit të Ballkanit besoj se është këngë shqipe, është këngë
Turka, shkon Macedona, shkon Bulgara, shkon Sërb. Por ne janë shkurtimisht të flasim për vëllimin e parë të votimeve të mbledhjeve në anglisht besojmë se s'ka ku pjesa e abstrakteve. Për shkak se është një punë mjaft voluminozur, mund të them shkurtimisht se aty ishin 10 pjesa nga fusha edhe të fis ishin 13 nga tjetër membrin ishte nga Italia, Giovanna Berlucci, kishim nga Shqipëria, nga Bulgaria, e të tjerë kishim dhe të Shkupit, kishim dhe mendoj që u bë një konferencë mjaft e suksesshme, po Имам особена чест денеска да ве поздравам и да ви посакам успешна работа со оглед на тоа што гледам дека програмата е бога ми обемна и затоа посебно ми е драго. Денеска од овој институт соопштувате убава вест на Балканот преку сите научни трудови кои што ќе ги оставите овде, па реде како јас и министрите да почнеме со соопштување на убави вести. Прво честитки за трајното добро кое што останува трајна вредност на овој институт преку овој објект одделен од владата. Со здравје да се користи ова нова сала овде која што е направена, да има многу дебата. Ребалансот на буџетот помина и минатиот труд на научните работници од институтите, вкупно 7 во државата, е решена проблематика и нека ви е честито покачувањето. Рете и премиерот да почне со вакви убави вести. Нека е честито покачувањето од 5%, кое што беше од септември, веќе со октомвриската плата го добивте. И имате нова одлука на 5%, на 10%, на 25% покачување на платата. Затоа што навистина приходите за научните работници, за професорите кои што работат во сите наши институти беа понижувачки. Владата смогна сили и донесе одлука со што сакаме да ве мотивираме, да продолжите да работите, да креирате, да оставате трајно добро на генерациите што доаѓаат после нас. И навистина оваа тема денеска само тоа го кажува дека навистина преку овие трудови денеска овде и утре на оваа конференција што ќе се работат ќе остават едно трајно добро за Балканот, онаков Балкан како што сите го посакуваме. Различен Балкан, но убав Балкан, богат со разбирање меѓу сите.